Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka qenë në një fermë blegtorale në Kashar në mëngjesin e së martës. Kjo fermë është një prej më të mëdhajave në vend. Edi Rama, në bisedë me fermerin, tha se Partia Socialiste në qeverisje do jap një mbështetje që nuk e ka pasur kurrë në 20 vjet kushdo që merret me prodhimin bujqësor në fshat. Fermeri tregon vështirësitë që has në mbarvajtjen e fermës së tij dhe premtimet që ai i dëgjon nga pushtetarët në ekrane e media apo edhe në faqet e gazetave, por realiteti është i ndryshëm. Bujmë plot pushim në kashfet dogane të vëshë. Gjëm nga herë në për gazeta që do hiqet, po kur vime të këtë dogane, pa dërë lekët, s'kalohë ma unë. Në krahasim me tjerë? 20 euro për tonë më shtrejt. Se sa rus, se sa italian, francez, gjerman. Sepse këto prodhime merren gjithë me i vend. Dhe bëhet bujqësi, bëhet sikur po punojmë. Sepse edhe i familje, që më 5 kokë lop nuk mundet absolutisht të ketë fitim. Ky fermer, që merret kryesisht me blegtori, thotë se edhe subvencionet janë të papërfillshme. Subvencionet mora vesh që këtë vit janë vetëm 60 milion lekë vjetra. 60 milion lekë vjetra për gjithë Shqipërinë është, ku dio vetëm i zi koto, ose të shkosh në një stallë pulesh e të hosit grusht me misër që të zihen kusht kapi. Është e papërfillshme është. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, duke bashkëbiseduar me këtë fermer, tregoi dhe angazhimet e para të programit socialist për çdo që ka zgjedhur të punojë në bujqësi apo blegtori. Janë angazhime për të cilat Partia Socialiste është e gatshme të realizojë sapo të marrë pas 10 muajsh drejtimin e qeverisë së vendit. Kryetari socialist zbuloi disa angazhime të programit të Partisë Socialiste që kanë lidhje me heqjen e akcizës së naftës dhe heqjen apo uljen e TVSH-s për inputet bujqësore, për plerat, për fara, për fidane, për ushqim me bazë të importuara për blegtorinë. Nëse nuk ulet çmimi i naftës për bujqësinë, ne do ta heqim akcizën. Po nëse nuk hiqet edhe TVSH-ja për inputet, për farat, për plerat, dhe njëkohësisht nëse nuk mbështetet fuqishëm nisma private në gjithë sektorin e fshatit, duke mbështet njerëz me talent dhe me kurajo si ju, nuk ka asnjë shans që fshati të dali nga kjo prapambetje dhe nga kjo gjendje skandaloze, varfërie, ku e zhyt për ditë braktisja e shtetit. Kryetari i Partisë Socialiste është ndalur gjatë bisedës në raportin e shdrejtë import-eksport, ku importet janë 9 herë më të larta. Nuk kuptohet akoma mas 20 vjetësh që nëse fshati jeton keq, qyteti s'ka si të jetojë mirë, dhe nëse fshati nuk prodhon, ekonomia nuk ka se si të marrin frymë lirisht. Ne sot për turp eksportojmë 1, importojmë 9. Flasim vetëm për ushqim. Dhe ndërkohë kemi një vend që i ka të gjitha mundësitë që të prodhojë, të eksportojë dhe të ushqejë veten si në fshat dhe si në qytet, që të mos ketë në Shqipëri familje që nuk i afrohen dot qumshit, apo familje që nuk arrin dot fundin e muajit me qetësi për të garantuar ushqimin. Është e patolerueshme. Për Edi Ramën, iniciativa të tilla do të promovohen dhe do të mbështeten nga qeverisja e socialistëve. Besojmë shumë që këto modele që janë krijuar me sakrifica dhe me shumë vendosmëri nga njerëz si ju, mund të shtrihen vetëm nëse mbështeten dhe nëse promovohen. Dhe çdo kush që investon në zhvillimin rural për rritjen e prodhimit në fshat, do ketë një mbështetje që nuk e ka pasur kurrë në 20 vjet. Ndërsa sekretari për programin, Ilir Beqa, premtoi se Partia Socialiste do të angazhohet që në mandatin e parë që gjithë pjesën që lidhet me vaksinimin e të imtave dhe të trashave në gjithë Shqipërinë ta marrë përsipër shteti. Fillimisht jemi të angazhuar që të paktën në mandatin e parë gjithë pjesën që lidhet me vaksinimin
e tinta dhe të trasha në gjithë Shqipërinë ta marrë përsipër shtetin.